Pra, në qoftë se ne si vend nuk kemi analizat të tokës që nga viti 1986. Në qoftë se ne si vend nuk e dim se çfarë përbërjet mekanike dhe kimike ka toka në Divjak, në Lezhë, në Korçë, si mundet ylli të japin informacione se çfarë norma plerimi duhet përdorin, kur ne nuk e dim se çka ka toka në vetvete. Se përgjithsisht normat e plerimit ngrihen duke patur parasysh rezervat natyrore që ka toka, sepse mund të ndodhin që një tokë që është e pasur me fosfor, t'i hedh fosfor përsëri, pra një farë mënyrë të shkon dam. Nga ana tjetër, si mund t'japin informacion ylli ose këshillim ylli për fermerët kur ne nuk kemi një sistem prognozë sinjalizimit për smundjet dhe dëmtuesit në Shqipëri. Pra, Ministria e Bujqësisë, ministri, zëvendësministër, kush është aty, nuk e din se kur është dënduria e shfaqjes së një smundje apo një dëmtuesi në zonat kodrinore, në zonat fushore, apo në pemë frutore, apo në ullinj, apo në perime, aq më shumë po flasim për sera që është më intensive. Pra, ti duhet i futi çdo të dhëna yllit në mënyrë të tillë që ai të ketë mundësi të japin një informacion të